Po edhe ta ankoheni për ligjin edhe të më ktheni mua kurrizin sikur nuk shkon më burr. Dhe me që më pyete çfarë mendojnë ata për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, Shqipëria është ndër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë. Problemi është që ky 450 milion euroshi është thjesht aritmetika e atij që mua më mungon shumë, por që e kujtoj përmes jush. Ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, sepse për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Dhe është rritja e pagës minimale që qysh prej janari do t'jetë 500 euro, deri në fund të këtij mandati paga minimale në Shqipëri të jetë 700 euro. Është e vërtetë, është një falje e madhe që përmes pagjes fiskale do t'i bëhet të gjithë sipërmarrjes, duke i dhënë mundësinë që të mbyll të gjitha çështjet e vjetra, pse nga njëra anë taksojmë më shumë ata që fitojnë më shumë, nga ana tjetër taksojmë më pak se të gjitha vendet e rajonit ata që fitojnë më pak. Që normat e kontributive që aplikon Shqipëria janë më të ulta se sa vendet e rajonit, por ne nuk do të bëjmë asnjë rritje të kontributeve në këtë fazë. Shumë e faqen për muri ju pafsha, gjithmonë vetëm me shëndet aman se na duhen i gjallë.